Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ritakohemi së bashku me ofertën e ditës në dritarin ton të komunikimit, ku shpeshherë në mënyrë virtuale shkojmë me pushime në destinacione të ndryshme të botës, e kryesisht në resorte me 5 yje. Nëse flasim për resorte, mendja na shkon ose Antalya ose Egjipt, duke qenë se janë dy destinacione që identifikohen me këtë formë pushimi, dhe unë kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Ison, e cila do të na prezantojë jo vetëm resortet, por edhe me mbarvajtjen e gjithë sezonit. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Si po shkojnë rezervimet deri më tani, duke marrë në konsiderat dhe futem drejt në temë, por duke marrë në konsiderat që jemi vazhdimisht në një presion jo vetëm social, por edhe psikologjik, duhet thënë, me gjithë ndryshimet dhe me gjithë situatën gjeopolitike në vend. Siç e kemi përmendur dhe siç kemi komunikuar edhe së bashku, kjo periudhë është jo pak e vështirë, nuk përmendim këtu vetëm sektorin e turizmit, pra industrinë e turizmit në të cilën ne operojmë, por edhe në sektore të tjera. Duhet të themi që rezervimet dhe kërkesat patjetër që kanë patur, po themi, pak luhatje dhe kemi goxha klientel skeptike, por që nga ana tjetër qëndrojnë, po themi, në linjë për të marrë edhe update-et më të fundit, qoftë për sa i përket situatës shkaktuar nga lufta, por mbi të gjitha për të marrë update dhe për të marrë agjornime me të gjitha ofertat që ne si Vastur po lançojmë dhe po operojmë. Dje në fakt, po duke parë të gjithë zhvillimin edhe duke qenë në këtë tensionin e mbarvajtjes të situatës në Amerikë dhe në Iran, po mënyrë krejt rastësore, po mendoja që sa kompani ajrore tani më low cost kanë dhënë njoftimin e tyre që në rast të kancelimit të biletave apo shtyrje të fluturimeve nuk do të ketë më kompensim për shkak të situatës së emergjencës që ka pushtuar tani më të gjithë globin, dhe sa e rëndësishme është në fakt që në këtë moment, pikërisht tani, duke qenë se në situata të pazakonta lindin edhe zgjidhje të pazakonta dhe, si me thënë, edukohemi për një formë tjetër pushimesh, sa të qetë jemi në rast se rezervojmë me një agjensi ku së paku kemi një kontakt dhe një individ të cilin ne mund të ngarkojmë me përgjegjësi për pushimet tona në rast se po marrë një skenar negativ, por në rast se gjërat nuk shkojnë ashtu sikurse ne duam. Tamam, tipik klient i këtyre kohëve, por me të drejtë. Duhet patjetër që të jemi empatik, po themi, edhe në kohrat më të mira të shoqërisë son, por mbi të gjitha duhet të jemi empatik në situata dhe në kohra të tilla të cilat ne po i përjetojmë. Ndoshta për fatin tonë të mirë, jo drejt për drejt, por që patjetër afektohemi në shumë pika të tjera. Normalisht, ne si VAS, përsa i përket sidomos paketave të verës, Antalya dhe Egjipt, se le të themi ato janë vendet, po themi që njerëzit kanë pak të skepticizmin dhe dyshimin që okej, në rregull, unë po rezervoj, po nëse VAS e ka treguar gjithmonë që jo vetëm në raste të tilla, pra në situata të jashtëzakonshme, por edhe në raste të tjera për çfarëdo lloj arsye të klientit apo të situatave të papritura të ndodhura, ne kemi qenë aty duke i shpjeguar, komunikuar, njoftuar procedurat që ndiqen për çdo rast specifik në bashkëpunim me operatorët tanë. Pra, garancia dhe po themi avantazhi i të bukuarit me VAS paketat e verës është pikërisht ky. Ne kemi partnerët tanë si në Antalya, si në Egjipt, që na e bëjnë akoma edhe më të thjeshtë dhe na japin patjetër suportin e tyre maksimal në komunikim dhe me hotelet dhe me të gjitha instancat që duhen ndjekur, po themi, pjesa e dëmshpërblimit apo dhe pjesa e mbarvajtjes, po themi, post rezervimit apo kancelimit të rezervimit. Kështu që patjetër që po, në bazë gjithmonë politikash, rregullash që ne i ndjekim me rigorozitet për herë në të mirën e klientelës dhe për herë në suport të agjensive tona partnere që padyshim janë
janë faktor kyç në gjithë këtë, po themi, procesi, në gjithë këtë rrugën që ne e zhvillojmë bashkë. Normalisht, siç e thash, ne japim më të mirën dhe patjetër klientit ton i përgjigjemi në mënyrën më të mirë të mundshme, pa e prekur, po themi, as shumë, po normalisht duke i dhënë atë që duhet të ketë. Në fakt, ne dje po komunikonim me njëra tjetrën për një miken time e cila ndodhet në Hollandë dhe donte që të shkonte me pushime në Antalya dhe pa diskutim që kërkon referencën për zgjedhjen e resortit dhe po diskutonim me njëra tjetrën situatën e pushimeve dhe të rezervimeve që ne ende nuk kemi vendosur dhe me të drejtë më tha, nëse ka një vit që justifikon më së shumti shqiptarët për rezervimet në last minute është ky. Por ndodh që në last minute ajo çfarë ne themi gjithmonë, çmimet janë shumë herë më të larta. Andaj me sa përqind të paketës mund të rezervojmë tani një hotel apo një resort në mënyrë që kur të vi vera pastaj të mos kriposemi shumë me ato çmimet. E vërtet, ne jemi ende në periudhë të ëmbël, do e quaja unë, sepse të gjitha, po themi, hotelet që ne kemi në shportën e Vastur vazhdojnë të operojnë me ofertën 20 dhe 25% discount. Hera herës, siç e kam thënë, ne marrim absolutisht njoftime dhe komunikime nga operatorët tanë për hotelet të cilat ofrojnë çmime preferenciale në kohë reale. Dhe kjo është një shtys patjetër dhe një nxitje që edhe klienti, por mbi të gjitha ne që jemi në komunikim me agjensitë partnere, tua nxisim, po themi, atë kurreshtjen dhe t'i shtyjmë patjetër që për më mirë, që pse jo të përfitojnë nga çmime preferenciale dhe klientët të kenë, po themi, një rezervim të një pakete që përveç do i kenë të gjitha të përfshira, por edhe vlera që ata do të paguajnë në fund të jetë një vlerë më së përballueshme. Dy janë destinacionet që le të themi rëmbej vëmendjen e të gjithëve kur vjen puna për pushimet, është Antalya pa diskutim, është dhe Egjipti, të cilin prej vitesh tani më ne e prezantojmë si konkurrentin më të denjë të Antalyas, së kryeqytetit të turizmit, por cilat do të jenë ato resorte që ti ke përzgjedhur për sot? Për të marrë pak energji të mirë edhe për të menduar për gjëra të bukura, sepse është e vetmja formë se si mund të bjetojmë. E vërtet. Duke qenë në fundjavë lefti, unë u tregova, po them, kështu e mirë. Dhe ne kemi menduar si Vastur që oferta e fundjavës të vi me dy resorte tepër të preferuara, si në Antalya ashtu edhe në Egjipt, pra opsionet që kam zgjedhur. Opsioni që kam zgjedhur për Antalyan është Arnor Deluxe, është një hotel i ri. Ne ja kemi shtuar shportës son sezonin e kaluar dhe normalisht si produkt i ri edhe ne ishim pak të stepur me thënë të drejtën se si do pritej nga klientët që e zgjodhën me gjitha referencat që ne i dham, duke qenë se suksesi foli vetë dhe feedbacku i klientëve patjetër na ndihmoi. Kam zgjedhur Arnor Deluxe për në Antalya për nisje 27 maj dhe duke patur një ofertë fantastike për vetëm 679 euro për person. Nuk e di ti ai klienti skeptik do kishe ndonjë dyshim për ta rezervuar? Jo, duke marrë në konsiderat që çmimet mbeten ende me 3 shifra, jemi shumë në rregull. Okej, super. Arnor Deluxe do t'i ofroj klientëve një pushim të paharrueshëm. Nisur që nga organizimi, që nga pritja, që nga akomodimi, kulinaria dhe mbi të gjitha ndodhet në zonën e Side. Zona e Side po kthehet një ndër të preferuarat e mia për arsye që i lejon klientëve jo vetëm atë pushimin klasik në resort, në pishinë, aktivitetet, por dhe qendra historike e qytetit do i lejoj të gjithë pushuesit që gjatë pasditeve pse jo të njohin pak kulturën, të prekin pak nga afër, po themi, atë qytetërimin e lashtë të zonës së Sides, kështu që njëri nga këto opsionet është Arnor Deluxe që duhet patjetër konsideruar dhe pse jo rezervuar. Ndërsa për Egjiptin, konkurentin e denjë me të drejta të plota të Antalyas, patjetër unë kam zgjedhur edhe një ndër resortet e preferuara. Sa herë që vi kam një të preferuar në listë, domethënë sa herë që bëj atë për zgjedhjen, analizën dhe verifikimin, them që okay, shtova dhe këtë dhe doja them leftit. Është Double Tree by Hilton.
Është një resort tipik i cili i lejon çdo pushuesi të përfitoj patjetër komoditetin, shërbimin, cilësinë, por edhe nëse marrim parasysh sharmi, destinacioni i largët, paketa jonë me të gjitha të përfshira i lejon klientëve të mos kenë kokçarje të tjera pasi të bukojnë. Dhe gjithashtu edhe DoubleTree by Hilton për nisjen e parë të charterit 18 qershor vjen me një çmim promocional për vetëm 829 euro për person. Janë oferta fundjavë, ju bëj thirrje nisur nga ti dhe të gjithë atyre që po na ndjekin që të na kontaktojnë në të gjitha kanalet tona të komunikimit, në rrjetet sociale. Ne jemi gati për t'ju shërbyer dhe për t'ju dhënë gjithë ç'keni nevojë. Në fakt, unë jam shumë interesuar për paketat e sharmit në këtë vit dhe duke menduar që do të ishte një mënyrë shumë e mirë që në qershor për të evituar edhe fluksin e aeroporteve, se e di që në resorte nuk ka fluks sepse janë aq shumë sa secili merr shërbimin me 5 yje që meriton, por për të evituar fluksin e aeroporteve, qershori do të ishte një zgjidhje ideale. Sa ditë janë paketat? Janë me kombinime 6 net dhe 13 net për të gjithë ata që dëshirojnë që sharmin ta bëjnë one life experience dhe një kujtim të paharrueshëm. Mos të merituar. Shumë faleminderit që ishe bujarë me ne për gjatë kësaj fundjave. Do përpiqem të jem edhe më tepër. Dhe ne do të ftojmë vetëm fundjavën atëherë. Kurse ju ftojmë çdo ditë, sepse jeni çdo ditë këtu me ne për të përfituar jo vetëm nga ofertat që vijnë nga partneriteti me Vast Tour, sa i takon jo vetëm Antalias dhe Egjiptit, por çdo destinacioni në çdo cep të globit, mjafton që të logoheni në vas.al dhe atje vetë mund të bëni edhe kombinimin e paketave tuaja. Por për të dhënat e paketës që ne prezantuam sot, janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, ndaj nuk më mbetet gjë tjetër përveç se rezervime të mbarë dhe pushime të mbarë gjithashtu.